Këngëtarja Elsa Lila ka zbuluar arsyeën e mungesës së saj në edicionin e fundit të festivalit të këngës, duke lëshuar akuza të forta që vënë në dyshim transparencën e tij. Gjatë intervistës në emisionin Mirëmbrëma Yje nga Arbana Osmani, Lila deklaroi se 2 vite pjesëmarrje radhazi ishin të mjaftueshme për të kuptuar se TVSH-ja nuk është ambienti i duhur për të. 2 vite rresht janë të mjaftueshme për të kuptuar që TVSH-ja nuk është ambienti im, u shpreh ajo. Kur Arbana i tha se vendimet në festival merren nga publiku, këngëtarja e hodhi poshtë me forcë këtë pretendim. Ajo la të kuptohet se nuk i është dhënë vlerësimi i merituar në pjesëmarrjet e mëparshme. Ju mendoni që mull dha haku që unë meritoja? Pyeti ajo në mënyrë retorike. Arbana tha se vendimin e mori publiku, por Elsa ju përgjigj për erë me jo, dhe pyetjen ironike, ç'publik? Duke lënë të kuptohet se sipas saj, vota e publikut nuk është përcaktuese e rezultatit final. Elsa Lila ishte fituesja e çmimit të parë të festivalit të 61 të këngës në RTS. Me këngën e Vita, Elsa Lila u rikthye në festival pas 25 vitesh, ndërsa u vlerësua nga juria me pikët maksimale. Në vend të dytë, u rendit Albina dhe familja Kelmendi me këngën Dueje. Kujtojmë se kënga përfaqësuese e Shqipërisë në Eurovision 2023 u zgjodh nga votat e publikut dhe ishte Albina Kelmendi dhe jo Elsa Lila ajo që përfaqësoi Shqipërinë në skenën ndërkombëtare.